Gjeneta Fetau ka folur pas komenteve negative në rrjetet sociale, ku shumë njerëz kanë reaguar për ironizimin e saj karshi Gjestit dhe Eglit gjatë finales së Big Brother VIP 4. Ajo publikoi një story drejtuar moralistëve, madje nuk kurseu as të ashtuquajturit VIP-a. Moralist, shumë prej jush dhe të ashtuquajturit VIP-a, por shoqë që keni prek për një video krejt normale, ku ironizoj për diçka që dihet është e thënë edhe prej vetë protagonistëve. Referuar momentit ku Gjesti i këndonte Eglit, skena me u pa më bashk dhe ajo lotonte. Ju pas kam dhënë material për të moralizuar. Krejt e qartë, por e kam veç një pyetje për ju, vijoj ajo duke shtuar. Ku ishit ju kur jo në një rast, por disa herë në mënyrën më të poshtër, u ofendova në moral dhe u preka në familje, e vazhdoj të marrë çdo ditë çdo lloj kërcënimesh e komente të ndryshme përpara miliona shqiptarëve. Ku ishit ju për të më mbrojtur, të paktën përmes reagimeve, një femër që po shënjestroi padrejtësisht? Ku ishit ju të botës së mediave, kur një kolege e juaja vë çmimin për një femër tjetër live në një televizion kombëtar? Referuar zënkës së saj me Kristën.